Lirimi nga burgu ish-ministri të GKK arsyeton arsyen e vendimit për Lefter Kokën. Ish-ministri i mjedisit Lefter Koka është liruar nga burgu me vendim të gjykatës posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar GKK. GKK argumenton se është konstatuar humbja e fuqisë së paraburgimit të masës së arrest në burg ndaj ish-ministrit Koka. Në vendimin e gjyqtarit theksohet se kozgjatja tërësore paraburgimit për Lefter Kokën ka kaluar mbi 3 vjet. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i kërkuesit Lefter H. Koka nga ambientet e paraburgimit, përveç se ndaj këtij shtetësi ka ndonjë mas tjetër sigurimi personal me karakter shtrëngues, parashikuar nga nene 238 të kodit të procedurës penale, urdhër ndalimi apo dënim tjetër penal me burgim të formës së prerë të pavuajtur, thuhet në vendim. Vendimi i GKK-s. Kërkuesi Lefter Koka ka paraqitur pranë gjykatës kërkesën me objekt konstatimin e humbjes së fuqisë së paraburgimit dhënë shtetasit Lefter Koka me vendim numër 22 datë 23/6/2022 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar e zbatuar nga policia gjyqësore më datë 29/3/2022 ora 09:15 dhe ka lënë në fuqi me vendim numër 23 datë 31/3/2022 të kësaj gjykate. Në përfundim të gjykimit, gjykata e posaçme shkallës së parë dhe korrupsionit dhe krimit organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Bib Ndreca me vendimin numër 798 datë 11/12/2025 vendosi pranimin e kërkesës, konstatimin e humbjes së fuqisë së paraburgimit, konkretisht të masës së sigurimit arrest në burg, parashikuar nga neni 238 i kodit të procedurës penale, caktuar me vendimin e numrit 22 datë 26/3/2022 të gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar masë e ekzekutuar më datë 29/3/2022 ora 9:15 dhe mas e vijuar me vendim numër 23 datë 31/3/2022 të gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar nga Lefter H. Koka në zbatim të nenit 263 fraksion 6 C të kodit të procedurës penale për shkak se kozgjatja tërësore e paraburgimit ka kaluar mbi 3 vjet. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i kërkuesit Lefter H. Koka nga ambientet e paraburgimit, përveç se nëse ndaj këtij shtetësi ka ndonjë mas sigurimi tjetër personal me karakter shtrëngues, parashikuar nga nene 238 të kodit të procedurës penale, urdhër ndalimi apo ndonjë tjetër penal me burgim të formës së prerë të pavuajtur. Urdhërohet procedura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe policia gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë kundër këtij vendimi lejohet e drejta ankimimit brenda 5 ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar.